Shtëpia atë ditë dukej më e ngushtë se zakonisht. Muret e bardha, që dikur dukeshin neutrale, tani krijonin ndjesinë e një labirinti ku çdo hap dëgjohej dy fish. Alba ecte nga salloni në kuzhinë, nga kuzhina në korridor, me një nervozizëm që nuk po e fshite dot më. Prej ditësh ajo ndjente se treshi, lëndrimi, Klodi dhe Eliona po e largonin me qëllim nga çdo bisedë, nga çdo cep ku ajo përpiqej të afrohej, nuk ishte thjesht ndjesi. Sa herë ajo ulej pranë tyre, biseda pritej. Sa herë hynte në dhomë, dikush gjente arsye të largohej. Ajo filloi t'i ndiqte jo nga dëshira për t'i provokuar, por për të kuptuar çfarë po flisnin që nuk donin ta dëgjonte. Atë pasdite gjithçka shpërtheu. Alba u afrua drejt dhomës së gjumit ku treshi po bisedonte me zë të ulët. Sa po e pan në prag, lëndrimi u ngrit dhe, pa thënë asnjë fjalë, mbylli derën. U dëgjua klik, u i tha të i bravës. Alba mbeti e shtangur, hapeni derën, tha ajo nga jashtë, asnjë përgjigje, ajo trokiti sërish, më fort. Nuk keni të drejtë ta mbyllni derën. Kjo është hapësirë e përbashkët. Nga brenda u dëgjua zëri i Elionës, na lër rehat pak, Alba. S'po të bëjmë gjë. Por pikërisht ky ishte problemi, po i bënin diçka që rregulloria e shtëpisë nuk e lejonte, izolimin dhe bllokimin e hapësirave. Alba u kthye në sallon me hap të rënë. Kamera e ndoqi çdo lëvizje të saj. Ajo fliste me vete, por në fakt fliste për publikun, për produksionin, për çdo që po e shite. Kjo është përndjekje ndaj meje, tha me zë të lartë. Më mbyllin dyert, më bllokojnë hapësirat, s'më lën të ulem askund. Hygerta e dëgjoi dhe ju afrua. Çfarë ndodhi? Po ndodhi ajo që po ndodh çdo ditë. Unë afrohem, ata mbyllen. Si të jem armik, jo banore. Tensioni u përhap në gjithë shtëpinë. Klodi doli nga dhoma i acaruar. Mos e dramatizo, Alba. Thjesht po flisnim. Po pse e mbyllët derën atëherë? Ja ktheu ajo menjëherë. Çfarë fshihni? Lëndrimi ndërhyri me një ton më të ashpër, nuk po të përndjek njëri. Ti je ajo që na ndjek hap pas hapi. Fjala përndjek ra si bomë. Alba u prek thellë. Unë jam këtu si ju. Kam të drejtë të jem në çdo dhomë. Debati po merrte për masa që askush nuk i kontrollonte dot më. Banorët e tjerë dolën nga kuzhina, disa për të qetësuar situatën, disa thjesht për të parë spektaklin e radhës, dhe pikërisht në atë moment u dëgjua sinjali i njohur i shtëpisë. Zarfi i zi, salla u mpak. Çdo herë që vinte zarfi i zi, dijej se loja kishte kaluar kufi. Alba ishte e para që foli. Ja pra. Këtë po ju thosha. Vëllai i madh, me zërin e ftohtë dhe zyrtar, nisi të lexonte rregullin, bllokimi i dyerve dhe i hapësirave të përbashkëta është i ndaluar. Çdo veprim që izolon një banor ose e pengon të lëviz lirshëm në shtëpi konsiderohet shkelje e rënë e rregullores. Heshtje e plot, Eliona uli kokën. Klodi kafshoi buzën. Lëndrimi u përpoq të duke i qetë, por sytë e tradhtonin. Zarfi vazhdoi, çdo përsëritje e këtij veprimi do të sjellë penalizime individuale dhe kolektive. Alba ndjeu një lloj triumfi të hidhur. Nuk donte dënim për askënd, por donte drejtësi. Donte të mos trajtohej si hije brenda një shtëpie ku supozohej të gjithë ishin të barabartë. Unë vetëm këtë kërkova, tha ajo më qetë. Të mos më mbyllni dyert në fytyrë. Hygerta i vuri dorën në shpatull. Treshi u ul në divan pa folur. Për herë të parë u duk qartë se loja e tyre e distancimit kishte kaluar kufirin. Mbrëmja vazhdoi me një atmosferë të rënë. Alba u ul vetëm në obor dhe filloi të reflektonte. Apo i ndiqte vërtet ajo, apo thjesht po kërkonte vendin e saj. Ku mbaron loja dhe ku fillon përjashtimi, nga brenda dëgjoheshin zërat e lëndrimit dhe Klodit që përpiqeshin të justifikoheshin. Eliona, më e heshtur, duke e penduar. Askush nuk e kishte menduar se një derë e mbyllur mund të kthehej në çështje kaq të madhe, por Big Brother ishte pikërisht kjo, një shtëpi ku edhe gjesti më i vogël merrte peshë morale. Alba e kuptoi se betejë e saj nuk ishte kundër tre personave, por kundër ndjenjes për të zhdukur brenda turmës. Ajo nuk donte t'i përndiqte, donte të ekzistonte mes tyre. Drita e oborit u fik ngadalë. Loja vazhdonte, por pas atij zarfi të zi, asgjë nuk do të ishte më njësoj. Limi sapo doli nga dera e madhe e Big Brother Kosova dhe pa u ndalur as për fotografitë e zakonshme, as për intervistat e para, mori rrugën drejt Prishtinës.
Të gjithë prisnin që ai të shkonte te familja, të pushonte, të merrte frym pas atyre muajve nën kamera, por ai kishte vetëm një mendim në kokë, duhej të takonte Edin. Mes tyre ekzistonte një sekret që nuk e dinte askush, një histori që kishte filluar brenda shtëpisë, por që rënjet i kishte shumë më thellë se loja televizive. U takuan në një kafene të qetë pranë parkut të qytetit. Ishte mbrëmje dhe Prishtina gumëzhinte nga lajmet për daljen e Limit, ndërsa askush nuk e imagjinonte se çfarë po ndodhte në atë tavolinë të vogël. Edi e priti me fytyrë të ngrirë, jo me buzëqeshjen e zakonshme. Përqafimi i tyre ishte i shkurtër, i rënd, si përqafim burrash që din diçka që mund t'ua ndryshojë jetën. Limi nuk i ra rrotull. I tregoi se brenda shtëpisë kishte ndodhur diçka që as kamerat nuk e kishin kuptuar plotësisht, diçka që produksioni e kishte mbajtur në heshtje për të mos prishur lojën. Dolce, vajza që i kishte lidhur të dy, ishte shtatzën. Por askush nuk e dinte se i kujt ishte fëmia. Brenda atyre mureve, para se të krijoheshin grupet dhe historitë publike, ajo kishte pasur afrimitet edhe me Edin, edhe me Limin. Gjithçka kishte ndodhur në net të fshehta, në biseda pa mikrofon. Në momente dobësie njerëzore, Edi e dëgjoi pa folur gjallë. Duart i dridheshin lehtë mbi filxhanin e kafes. Ai kishte hyrë në Big Brother si mik i Dolces, më pas si diçka më shumë, por ishte larguar herët nga loja, ndërsa lidhja me saj dhe Limit ishte bërë publike. Tani papritur e kaluara po kthehej si një valë e errët. Je i sigurt? E pyeti ai me zë të ulët. Limi vetëm tundi kokën. Ishte shumë i sigurt, vendosën që kjo gjë nuk duhej të dilte ende. Dolce ishte akoma brenda shtëpisë, po luftonte për çmimin e madh, për ëndrrën e saj, dhe një lajm i tillë do ta shkatëronte psikologjikisht. Por mediat kishin filluar të nuhasnin diçka. Gazetarët kishin vënë re ndryshimet të ajo. Distancimin nga loja, emocionet e çuditshme. Portale anonime nisën të shkruanin se një sekret i madh po fshihet në Big Brother Kosova. Takimet mes Limit dhe Edit u bën të shpeshta. Ata flisnin si dy njerëz që dikur ishin rival, por tani i kishte bashkuar një fat i përbashkët. Diskutonin mundësinë e analizave të Adnës sapo Dolce të dilte nga shtëpia. Askush nuk donte t'i ikte përgjegjësisë, por asnjëri nuk dinte si ta përballonte të vërtetën. Her pas here shpërthenin edhe debatet mes tyre. Edi akuzonte Limit se ishte afruar me Dolcen kur e dinte historinë e tyre, ndërsa Limi i kujtonte se ndjenjat nuk pyetin për marrëveshje burrash, ndërkohë brenda shtëpisë. Dolce vazhdonte lojën pa e ditur stuhin që po e priste jashtë. Ajo shfaqeje fort para banorëve, por kamerat e kapnin shpesh të zhytur në mendime. Publiku e shite si protagoniste absolute, ndërsa askush nuk e imagjinonte barën që mbante në tru. Në dhomën e rrëfimit ajo fliste për të ardhmen, për dëshirën për një familje, pa e ditur se pikërisht kjo fjalë po bëhej bomba më e madhe mediatike e vitit. Lajmi më në fund doli. Një portal publikoi se ekzistonte dyshimi për një shtatzëni dhe për atësinë e paqartë mes Limit dhe Edit. Brenda pak orësh rrjetet sociale shpërthyen. Analist televiziv, ish banor, opinionist, të gjithë flisnin për trekëndëshin më të çuditshëm në historinë e Big Brother Kosova. Disa i quanin skenar, të tjerë dramë reale, ndërsa familjet e të përfshirëve heshtnin, presioni mbi Limit dhe Edin u bë i padurueshëm. Ata vendosën të dalin me një deklaratë të përbashkët, ku thanë se nuk do të flisnin deri në përfundimin e lojës së Dolces dhe se çdo gjë do të sqarohej me rrugë ligjore dhe mjekësore. Por kjo vetëm sa e rriti kurreshtjen. Çdo lëvizje e tyre ndiqej nga kamerat e portaleve, çdo fotografi analizohej, netëve, të dy rinin zgjuar duke parë transmetimin live të Big Brotherit, shikonin Dolcen duke qeshur me banorët, duke bërë plane për karrierë, duke folur për dashurinë si koncept të pastër dhe ndiheshin fajtor. Secili në mënyrën e vet e donte atë vajzë, por tani dashuria ishte përzier me frikë dhe përgjegjësi. Në një nga ato net, Edi i tha Limit se pavarësisht rezultatit të analizave, fëmia nuk duhej të rritej mes urrejtjes. Limi u pajtua. Ata bën një lloj pakti burrash, e vërteta do të pranohej, kushdo qoftë ajo. Por deri atë ditë duhej durim, ndërkohë produksioni i Big Brotherit po përballej me krizën më të madhe etike. A duhej informuar Dolce brenda shtëpisë? A ishte e drejtë që ajo të vazhdonte lojën pa e ditur çfarë po ndodhte jashtë? Publiku u nda më dysh. Disa kërkonin transparencë të menjëhershme, të tjerë thoshin se gara duhej të vazhdonte normalisht. Historia u bë temë kombëtare.
Në për taksi, universitete, zyra, të gjithë flisnin për të njëjtën gjë. I kujt mund të ishte fëmia, a ishte dashuri apo gabim, a kishte moral brenda një loje ku gjithçka është e ekspozuar. Emri i Dolces u kthye nga simbol loje në simbol fati të panjohur. Limi filloi të ndjente peshën e vërtet të daljes nga Big Brother. Jashtë nuk kishte regji që të ndalte debatet, as moderator që të ndryshonte temë. Kishte vetëm jetë reale. Ai e imagjinon të shpesh momentin kur Dolce do të dilte nga ajo derë dhe do ta mësonte të vërtetën. A do ta urrente? A do të kërkonte vetëm qetësi? Apo do të përqafonte cilindo që do të rezultonte babai? Edi nga ana tjetër luftonte me xhelozinë e heshtur. Edhe pse ishte i gatshëm të pranonte çdo rezultat, ideja se Dolce mund të kishte krijuar diçka të përhershme me limit e lëndonte. Por askush nuk e thoshte këtë me zë të lartë. Ditët po afroheshin drejt finales së Big Brother Kosova dhe tensioni rritej. Çdo prime dukej si heshtje para stuhisë. Dolce vazhdonte lojën, e fortë, e bukur, e papërkulur, pa e ditur se jashtë po shkruaj një kapitull që do t'ia ndryshonte jetën përgjithmonë, dhe kështu, ndërsa kamerat vazhdojnë të transmetojnë çdo buzëqeshje të saj. Në Prishtinë dy burra presin të njëjtën ditë, ditën kur ajo do të dalë, kur e vërteta do të matet me analiza dhe jo me thashetheme. Kur do të mësohet nëse fëmia që po rritet në heshtje i përket Edit apo Limit. Deri atëherë, historia mbetet pezull mes dashurisë, fajit dhe fatit, historia më e pazakontë që ka njohur ndonjëherë Big Brother Kosova. Largimi i papritur i Limit nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova 4 ka ngjallur reagime dhe pikpyetje të shumta tek publiku. Vetëm pak pas daljes, ish banori ka bërë reagimin e tij të parë publik, duke hedhur dritë mbi arsyet që çuan në ndërprerjen e garës. Sipas Limit, largimi i tij nuk ka qenë një vendim i momentit, por pasojë e një marrëveshjeje të paracaktuar me produksionin, e cila ishte vendosur që përpara nisjes së formatit. Ai ka bërë të ditur se gjithçka u aktivizua pas një telefonate specifike, e cila kishte të bënte me një çështje strikte personale. Limi ka sqaruar se kishte lënë udhëzime të qarta për stafin drejtues. Nëse do të merrte një telefonat të tillë, ai duhej të largohej menjëherë nga shtëpia. Ky, sipas tij, ishte i vetmi kusht që kishte vendosur për pjesëmarrjen në këtë format dhe që u respektua në momentin kur situata ndodhi. Duhet ta marr siç vjen, është shprehur ai, duke theksuar se ndonse nuk është një person që dorëzohet lehtë, rrethanat personale ishin të pashmangshme. Ai shtoi se rrugëtimi i tij në shtëpi duhet të ndalej aty, pavarësisht dëshirës për të vazhduar lojën. Në përfundim të deklaratës, Limi la të kuptohet se arsyeja madhore e largimit lidhet me jetën jashtë shtëpisë, duke përfunduar me fjalët: "Por çka të bëjmë, kjo është jeta." Fjala e Limit për Dolcen, bukuria e saj nuk është veç në fytyrë. Që nga dita kur dola nga shtëpia, më pyesin shpesh për shumë gjëra, për lojën, për gabimet e mia, për Albën, për gjithçka që mbeti pezull. Por kur më përmendet emri i Dolces, zëri më ndryshon vetvetiu. Sepse ajo nuk ishte thjesht një banore tjetër për mua, ishte njeriu që më tregoi se brenda atyre mureve mund të gjesh edhe qetësi, jo vetëm stuhi. Dolce është shumë femër e bukur, këtë e sheh kushdo që e takon. Por bukuria e saj e vërtet nuk është ajo që kap kamera. Është mënyra si flet me qetësi, si të dëgjon pa të ndërprer, si di të kuptoj edhe kur ti vet nuk e kupton veten. Në atë shtëpi ku nervat ngrihen shpejt, ku fjalët shpesh dalin pa filtr, ajo kishte një klasë që rrallë e kam parë. Nuk i kalonte limitet, nuk e përdorte zërin për të lënduar, nuk luante me ndjenjat e askujt. Për mua kjo vlente më shumë se çdo strategji. E kam thënë edhe kur isha brenda, e vlerësoj shumë Dolcen. Jo si figur loje, por si njeri. Ajo dinte të më qetësonte kur isha i acaruar, të më thoshte prit pak, mendoje edhe një herë. Shpesh nuk e dëgjoja, dhe sot jashtë e kuptoj sa shumë të drejtë kishte. Kur e shoh tani nga ekrani, më duket edhe më e fortë. Ka mbetur e njëjta, e qetë, e matur, me atë buzëqeshjen e lehtë që nuk bën shurm. Nuk u shndërrua nga loja, nuk e humbi veten për vota. Kjo më bën ta respektoj edhe më tepër. Do t'i dërgoja shumë puthje po ta kisha përballë. Jo puthje spektakli, por puthje mirënjohjeje për çdo moment njerëzor që më dhuroi aty brenda. Sepse në mesin e gjithë atij kaosi, ajo ishte një vend i sigurt. Shpesh më pyesin, a të mungon? Po, më mungon biseda me të në obor, mënyra si pinte kafen ngadalë, si më thoshte mos u nxeh kot, Lim. Më mungon sinqeriteti i saj që nuk kërkonte asgjë mbrapsht.
Unë e di që rrugëtimi i saj nuk ka qenë i lehtë. Ka kaluar keqkuptime, fjalë, paragjykime. Por ajo nuk u ul në nivelin e askujt. Kjo është fitore më e madhe se çdo çmim. Sot nga jashtë. Dua t'i them diçka të thjeshtë. Mirë se të vish në finale, Dolce. E meriton të jesh aty. Jo sepse je e bukur, por sepse je e drejtë. Sepse nuk I shkele kufit e askujt për të ecur përpara. Sepse mbete vetvetja kur ishte më e vështira gjë për t'u bërë. Nëse një ditë do të takohemi jashtë, dua t'ja them në sy këto fjalë. T'i them faleminderit për durimin që pati me mua, për respektin që ma dha edhe kur unë nuk e meritoja plotësisht. Shumë njerëz mendojnë se në Big Brother krijohen vetëm intriga. Unë them se ndonjëherë krijohen edhe lidhje njerëzore që vlen. Dolce ishte një prej tyre. Kur të hyj në finale, dua ta shoh me kokën lart. Dua që publiku ta shohë atë që kam parë unë, një vajzë me klasë, me zemër të mirë, që nuk e ngatëroi kur lojën me dinjitetin. I dërgoj nga larg shumë puthje dhe shumë respekt. Dhe mbi të gjitha I dërgoj një urim të sinqertë. Ec përpara deri në fund. Finalja të pret dhe ti I shkon shumë asaj dere.